Në një kohë kur dizinformimi po bëhet gjithnjë më i pranishëm në hapësirën mediatike, në qytetin e Gjirokastrës u zhvillua një takim mes gazetarëve të mediave qendrore dhe lokale, organizuar nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive. Në fokus të diskutimeve ishte përgatitja e një antologjie me rastet më të spikatura të dizinformimit në media audiovizive shqiptare gjatë viteve të fundit. Në harkun kohë të 5 viteve, ne hulumtojmë rastet e shfaqura në dizinformim gjatë raportimeve në edicionet informative dhe në formatet e tjera informative të televizioneve shqiptare. Qofshin këto në rrafshin kombëtar, por edhe në vendor. Aktualisht rastet janë të shpeshta, por me një diferencë shumë të madhe të pakrahasim midis kësaj dukurie dhe fenomeni shqetësues me mediat e reja. Mediat e reja janë alarmante në rastet e përsëritura, në efektet dhe pasojat që mbartin raportime dizinformuese. Ajo që vërejmë nga dialogimi dhe komunikimi me kolegët në qytetet ku ne kemi stacionuar për hulumtimin e rasteve të antologjisë, ka të bëjë më shumti me 3 aspekte themelore. E para, goditja që i bëhet shëndetit mendor të opinionit publik dhe audiencave. E dyta, dëmtimi i cilësisë edhe i shkollës së raportimit për të mos respektuar burimet dhe kryesisht mos u adresuar dokumentacionit bindës dhe kryesisht burimeve që lidhen me konfirmimin e rasteve. Dhe e treta, përfshirja në rastet e dizinformimit përdorimet konspirative, kryesisht këto të lidhura me realitetin gjeopolitik rajonal, me bashkëjetesën në heterogenitetet etnike dhe me çështjet e administratës publike. Sipas Çipës, fenomeni i dizinformimit ka sjell edhe pasoja ligjore, teksa aktualisht numërohen mbi 12 procese gjyqësore të lidhura me raste të tilla. Kemi edhe një kapitull të posaçëm për penalitetet ndaj rasteve. Deri tani ka disa procese gjyqësore, janë mbi 12 të tilla. Nga ana tjetër ka ndëshkime që vijnë në 2 rrafshe, nga institucione të cilat janë parciale të vetë rregullimit, ka një praktik nga Këshilli Shqiptar i Medias dhe një network i krijuar, por kryesisht në rrafshin e online-it, por jo të mediave audiovizive, dhe ka pasur penalitete, le të themi, të karakterit moralo-deontologjik, dhe ka dhe raste tjera kur proceset gjyqësore janë ende në vazhdim. Gjatë takimit, gazetarët ndanë edhe problematikat e hasura në raportimet lokale, ndërsa u evidentua se rastet më të shpeshta të dizinformimit po shfaqen kryesisht në mediat e reja online, ku shpesh mungon transparenca mbi administrator dhe drejtuesit editorial. Përfaqësuesit e mediave konstatuan të domosdoshëm forcimin e etikës profesionale dhe verifikimin e informacionit si mënyrën më efektive për të mbrojtur publikun nga lajmet e rreme.